Pashka, festa e shpresës dhe ringjalljes, u kremtua edhe në Lezhë. Me qirin të ndezur në duar, simboli dritës hynore, qindra besimtarë u bashkuan ritualit fetar të mbrëmjes të së shtunës në katedralen e Shën Nikollit. Mesha e shenjtë e ringjalljes u drejtua nga i peshkvi dioqezës së Lezhës, Imzot Ottavio Vitale, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj nate, duke e përshkruar si momentin kur besimi triumfon mbi mëkatin. Sipas tij, Pashka nafton të jetojmë me gëzim, paqe dhe besim. Ndërmjet të rësires të natës, që dritës së shpresës, ne kremtojmë gjallin e Zotit tonë Jezu Krishti. Është një natë e veçantë, një natë që ndryshon gjithçka, sepse ne te shohim se vdekja nuk ka fund për jetën, se dashuria për Zotit është më e fuqishme se çdo frikë dhe çdo errësi. Leximit të shenjtë na kujton se Jezusi, duke u shtrirë në kryq, u bë drita për botën. Ai mori mbi vete dhimbje dhe mëkatet tona, dhe duke u ngjallur, na ofroi shpresën e re. Shpresën se asgjë nuk mund të shuhet. Sot fjalët e Krishtit u ngjallur nuk janë thjesht një deklaratë. Ato janë një thirrje për jetën tonë. Ato na thonë mos u ndaloni tek literimit dhe frika, por hapni zemrat tuaja për dritën e ngjalljes. Në këtë mbrëmje, ne ndezimi edhe qërinë e Pashkës. Ky qëri nuk është vetëm një simbol. Ai është një kujtesë e gjallë se Jezusi është drita e botës. Drita që nuk shuhet dot. Çdo herë që ne afrohemi tek kjo dritë, të gjithë ne ftojmë të lëmë pas errësirën e mëkateve, dhe të shkojmë drejt jetës së re për që Krishti na ofron. Të dashur vëllezër e motra, Pashka nuk është një kujtim e së kaluarës, por një ftesë e gjallë për të jetuar sot me gëzim dhe besim. Gjallja e Jezusit nuk është larg nesh. Atë është pranë çdo zemre që dëshiron paqe, dhe gjatë kësaj kohë kena shumë nevojë për paqe. Pranë çdo shpirt që kërkon falje, dhe pranë çdo besimtar që dëshiron të ecë me dritën e tij, dhe të hijë në këtë festë me zemrat e hapura, duke pranuar gjallën e Krishtit në jetën tonë. Pas përfundimit të meshës pas mesnatës, besimtarët u larguan nga katedralja duke mbajtur me vete dritën e shpresës dhe urimin e lashtë. Krishti u ringjall. Pashkët përkujtojnë momentin thelbësor të besimit të krishterë, ringjalljen e Jezusit, edhe mbeten festa më e rëndësishme për katolikët.